E bëra atë punë për herë të parë me një burr në moshë të madhe dhe jam e lumtur. Unë quhem Sara. Atëherë isha 19 vjeçe, jetoja në një qytet të vogël në jug të Shqipërisë, aty ku malet takohen me detin dhe era ka erë ulliri e kripe. Ishte vera e vitit 1998, një verë që do të më ndryshonte jetën gjithmonë, edhe pse unë nuk e dija ende. Babai im kishte një dyqan të vogël në qendër të qytetit, aty ku shiteshin gjëra të vjetra, libra të konsumuar, mobilje antike, sende që kishin humbur vlerën, por jo bukurinë. Unë ndihmoja atje gjatë pushimeve verore, jo sepse isha e detyruar, por sepse më pëlqente të rija në atë hapësirë të mbushur me histori të harruara. Çdo send kishte një histori, edhe pse askush nuk e kujtonte më. Ai hyri një pasdite të nxehtë korriku, kur dielli përvolonte gurët e rrugët dhe era kishte pushuar krejt. Ishte një burr rreth të 50-tave, i gjatë, me flokë të thinj uranash dhe sy ngjyrë kafe të thellë si toka pas shiut. Veshur thjesht, me një këmishë të bardhë pambuku dhe pantallona ngjyrë bezh, por kishte diçka tek ai që më bëri të ngrija syt nga libri që lexoja. "Më falni", tha ai me zë të ulët, pothuajse të turpshëm, po kërkoja një libër të vjetër. "Ndoshta keni?" E pyeta se cili libër ishte. Ai më tregoi, por unë nuk e kisha dëgjuar kurrë atë titull. Ndërsa kërkonin bashkë në raftet e pluhurosa, ndjeva diçka të çuditshme. Një reati, një qetësi, sikur e kisha njohur prej kohësh atë njeri, edhe pse ishte i huaj. Nuk e gjetëm librin atë ditë, por ai u kthye të nesërmen dhe pastaj pas 2 ditësh, dhe pastaj çdo ditë atë javë. Në fillim vinte me justifikimin e librit, pastaj filloi të rinte më gjatë, të fliste për gjëra të tjera, për qytetin, për detin, për muzikën që i pëlqente. Emri i tij ishte Aleksandër, ishte arkitekt, jetonte vetëm në një shtëpi të vjetër në kodrat mbi qytet, pasi gruaja i kishte vdekur disa vite më parë dhe fëmijët jetonin jashtë shtetit. Këto gjëra nuk mi tha menjëherë, por pak nga pak, si dikush që hap një derë të vjetër me ngadalësi, nga frika se mos kërcet. Në fillim ishte miqësi, një miqësi e çuditshme, ndoshta mes një vajze 19 vjeçe dhe një burri 50 vjeç, por unë nuk mendoja për moshën kur isha me të. Mendja ime ishte e re, por shpirti im ndjej i lodhur, i trishtuar, pa shkak, dhe ai kishte një qetësi që më bënte të ndjehesha mirë. Rrini me orë të tëra në kafenen e vjetër pranë xhamisë, ai pinte kafe turke, unë çaj malor. Bisedonin për librat që kishte lexuar, për qytetet që kishte parë, për jetën që kishte jetuar. Unë e dëgjoja e magjepsur, duke pirë çdo fjalë të tij. Një ditë më tha: "Sara, ti je ndryshe nga vajzat e moshës tënde. Ke diçka të vjetër në sy, diçka që unë e njoh." "Çfarë?" pyeta unë. Ai nuk përgjigj menjëherë. Shikoi nga dritarja nga deti që dukej në horizont. Pastaj tha: "Vetmin, atë vetmin që ndjen edhe kur je mes njerëzve, atë ndjenjen se nuk të kupton askush." Dhe unë qava atë ditë për herë të parë para tij, jo me lot të mëdhenj, por me lot të vegjël që më rodhën në faqe pa mundur t'i ndaloja. Ai nuk më preku, nuk më tha asgjë, vetëm qëndroi aty pranë meje, duke më dhënë kohë të qaja. Vera vazhdoi dhe takimet tona u bën më të shpeshta. Shkonim në plazh në mëngjes herët, para se të vindinin shumë njerëz, dhe rinim në breg të detit duke parë dallgët. Ai më tregonte për gruan e tij, për Anën, që e kishte dashur që në femiri, për vdekjen e saj të papritur nga një sëmundje keqe. "Kam 5 vjet vetëm", më tha një ditë, 5 vjet që flas me hijen e saj, 5 vjet që nuk kam prekur njeri. Unë nuk dija çfarë të thoja, isha e re, e papjekur, nuk isha përvojë me dhimbje të tilla, por diçka brenda meje donte ta ngushëllonte, ta prekte, ta bënte të ndiej më pak vetëm. "Ti nuk je vetëm tani", thash. "Unë jam këtu." Ai më shikoi në sy për një kohë të gjatë dhe për herë të parë pash diçka në sytë e tij që nuk e kisha parë më parë. Një zjarr i zbehtë, i fshehur, por i pranishëm, një zjarr që më bëri të ndjeja ngrohtësinë i gjoks. Në fillim të gushtit diçka ndryshoi mes nesh. Nuk ishte një fjalë, një prekje, ishte diçka në ajër, në mënyrën si shikonim njëri tjetrin, në heshtjet që bëheshin më të gjata, më të rënda, më të mbushura me kuptimin. Unë fillova të mendoj për të dhe kur nuk ishim bashk, para se të flija, në ato momente kur mendja ende të kutëdoj, unë e shihja atë, fytyrën e tij, duart e tij, zërin e tij, dhe një ngrohtësi më përfshinte, një ngrohtësi që nuk e kisha ndjerë kurrë më parë. Nuk e dija si ta quaja atë ndjenjë, isha e re, e pa përvojë, nuk isha dashur kurrë më parë, por diçka më thoshte se kjo ishte më shumë se miqësi, shumë më shumë. Një mbrëmje ishim ulur në breg të detit, duke parë perëndimin e diellit. Qielli ishte portokalli dhe roz, deti i qetë si pasqyrë. Ai ishte pranë meje, aq pranë sa ndjeja ngrohtësinë e trupit të tij. "Sara", tha ai papritur, "unë nuk duhet të dua. Je shumë e re, unë jam shumë i vjetër. Ka diçka të gabuar në këtë." Zemra ime u ndal. "Çfarë do të thuash, Aleksandër?" Ai mori frymthell. "Dua të them se kur të shoh, harroj se kam
50 vjet. Dua të them se kur flet, unë dëgjoj muzikë më të bukur. Dua të them se kam frikë se po bie në dashuri me ty dhe kjo është e gabuar. Unë nuk fola, nuk munda. Në vend të kësaj e kapa dorën e tij dhe e mbajta fort, dhe atë mbrëmje për herë të parë ai më puthi, but, ngadalë, si dikush që ka frikë të thyej diçka të çmuar. Pas asaj mbrëmje, gjithçka ndryshoi. Ne vazhduam të takoheshim, por tani ishte ndryshe. Takimet tona ishin të mbushura me ndjenja, me prekje të lehta, me puthje të gjata që më bënin të harroja botën përreth. Por kishim frikë. Frika se dikush do na shihte, do na gjykonte, do na ndante. Në një qytet të vogël, thashë themet përrapen shpejt dhe ne të dy e dinim se marrëdhënia jon nuk do të kuptohej nga askush. Takoheshim në vende të fshehta, në plazhe të largëta, në shtëpinë e tij në Kodër, aty ku askush nuk shkonte, dhe atje në një shtëpi të vjetër me mure guri dhe dritare që shikonin detin, unë ndjeva për herë të parë se çfarë do të thotë të jesh e dashuruar vërtet. Ai më trajtonte si diçka të shenjtë, më lexonte poezi, luante muzikë në piano, gatuante darka të thjeshta, por të shijshme, më tregonte për planet e tij, për ëndrat e tij, për frikën e tij, dhe unë e doja çdo pjesë të tij dhe ato që ai konsideronte të meta. Një natë, ndërsa rinim në balkon duke parë yjet, ai më tha: "Sara, un kam jetuar gjysmën e jetës pa ty, dhe tani që të kam frikë se do të humbas, sepse një ditë do të kuptosh se meriton dikë më të ri, më të mirë, më të përshtatshëm." Unë e shikova në sy dhe i thash: "Aleksandër, unë nuk dua dikë më të ri, unë të dua ty, vetëm ty, dhe kjo nuk do të ndryshoj kur." Vera mbaroi dhe unë duhet të kthesha në Tiranë për të vazhduar studimet. Ishte ndarja më e vështirë e jetës sime. Ditën e fundit qava në krahët e tij pa pushim, duke u lutur që koha të ndalej, që Vera të mos mbaronte kurrë. "Do të vi të takoj," më tha ai, "sa më shpesh të mundem, dhe ti do të vish këtu kur të kesh pushime. Ne do ta bëjmë këtë të funksionojë." Dhe e bëm. Për 2 vjet të tëra udhëtuam vazhdimisht mes Tiranës dhe atij qyteti të vogël. Takoheshim sa më shpesh, të mundnin, rinim bashk ditë të tëra, dashuronim njëri tjetrin me gjithë forcën që kishim. Ishte një dashuri e vështirë, e lodhshme, plot sakrifica, por ishte gjithashtu dashuria më e bukur që mund të imagjinoja, sepse çdo moment me të ishte i çmuar, çdo puthje ishte e paharruar, çdo natë bashk ishte një ëndër e zgjuar. Por jo gjithçka ishte e lehtë. Familja ime filloi të dyshonte. Unë shkoja shumë shpesh në qytetin tim, qëndroja gjatë dhe kur kthehesha isha ndryshe, më shumë e mbyllur, më shumë në mendimet e mia. Një ditë nëna ime më pyeti drejt për drejt: "Sara, a ke lidhje me dikë tjetër? Pse shkon kaq shpesh?" Unë nuk dija çfarë thoja. Nuk mund t'i tregoja të vërtetën sepse e dija se nuk do ta pranonin kurrë. Një burr 52 vjeç, pothuajse në moshën e babait tim, ishte e pamendueshme. "Është një mik," i thash, "një mik i vjetër i familjes, më ndihmon me studimet." Ajo nuk më besoi, por nuk më pyeti më. Megjithatë, unë e dija se nuk mund të vazhdonim kështu për gjithmonë. Një ditë do të zbulojë e vërteta dhe ajo ditë do të ishte e vështirë. Ajo ditë erdhi më shpejt se shprisja. Një i njohur i babait tim që jetonte në të njëjtin qytet na pa bashk në një restorant. Nuk ishim duke bërë asgjë të keqe, thjesht darkonim bashk, por mënyra si shikonim njëri tjetrin, si preknim duart mbi tavolinë, tregonte gjithçka. Lajmi i shkoi babait tim brenda një jave, ai u turbua, më thiri në shtëpi dhe më bëri pyetje pa pushim, duke bërtitur, duke më fyer, duke më kërcënuar. "Si mund të bësh një gjë të tillë? Një burr në moshën time, çfarë do të thotë kjo? Ti po turpëron familjen." Unë u përpoqja t'i shpjegoja, t'i thoja se e doja, se nuk ishte ajo që dukej, se ai ishte njeriu më i mirë që kisha njohur, por babai nuk donte të dëgjonte. Më ndaloi të shkoja në atë qytet, më ndaloi të takoja, më kërcënoi se do të më hiqte nga shkolla nëse vazhdoja. Atë natë nuk fjeta fare. Mendova për Aleksandrin, për dashurinë tonë, për gjithçka që kishim kaluar bashk dhe vendosa. Të nesërmen në mëngjes mora çantën time, ato pak para që kisha kursyer dhe u nisa për në atë qytet, për në shtëpinë e tij. Ai u habit kur më pa në derë. "Sara, çfarë ndodhi?" I tregova gjithçka, për zbulimin, për zemërimin e babait, për kërcënimet dhe pastaj i thash atë që kisha vendosur. "Dua të qëndroj këtu me ty për gjithmonë." Ai më shikoi për një kohë të gjatë. Në sytë e tij pash dashuri, por pash edhe frikë. Frika për mua, për të ardhmen time, për atë që do të thoshte kjo zgjidhje. "Sara, je shumë e re, ke gjithë jetën përpara, nuk mund të sakrifikosh gjithçka për mua. Ti je jeta ime," i thash, "dhe unë nuk dua asgjë tjetër." Qëndrova. Jetuam bashkë në atë shtëpi të vjetër, në Kodër, larg syve kurreshtar, larg guximit të botës. Ishin vitet më të bukura të jetës sime. Ai më mësoi gjithçka, të gatuaja, të kujdesesha për kopshtin, të lexoja poezitë më të bukura, të dëgjoja muzikën klasike, më mësoi të dashuroja pa kushte, të jepja pa pritur asgjë, të jetoja çdo moment sikur të ishte i fundit. Unë për të isha e rinia që ai kishte humbur, energjia që i mbushi ditët, buzëqeshja që i ngroh zemrën pas viteve të tërave të mije.
Dhe ai për mua ishte urtësia, qetësia, dashuria e pakushtëzuar që çdo vajzë ndëron. Familja ime nuk më foli për shumë vite. Babai nuk pranoi të më shihte. Nëna qante në telefon kur unë i telefonoja fshehurazi, por unë nuk u pendova kurrë, asnjëherë. Pas 10 vitesh bashk ai u sëmur, një sëmundje e keqe, nga ato që vijnë ngadalë por nuk largohen më. Unë kujdesa për të ditë e natë, pa u ankuar, pa u lodhur, pa menduar asnjëherë të largohesha. Në ditët e vështira, kur dhimbja e mundonte dhe ai nuk flinte dot, unë rria pranë tij, i mbaja dorën, i këndoja këngët që i pëlqenin. Ai më shikonte me ato sy të tij të thellë, tani më të lodhur, më të zbehur dhe më thoshte: "Ti ishe dhurata më e madhe që jeta më dha, Sara. Faleminderit që zgjodhe të qëndroje." Unë qaja në heshtje që të mos më shihte dhe i thosha: "Unë do të qëndroj gjithmonë deri në fund." Ai iku një mëngjes pranvere, kur lulet e kopshtit kishin filluar të çelnin dhe deti ishte i qetë sikur më parë. Unë isha pranë tij, duke mbajtur dorën e tij kur ai mori frymën e fundit dhe mbylli sytë për gjithmonë. Nuk bërtita, nuk qava me zë, thjesht qëndrova aty, duke e parë, duke i përkthyer flokët, duke i thënë gjërat që nuk isha thënë kurrë më parë, se sa shumë e doja, sa shumë më kishte dhënë, sa shumë do të më mungonte, për gjithmonë. Pas vdekjes së saj unë qëndrova në atë shtëpi, nuk doja të largohesha sepse aty ishte çdo gjë që kishim ndarë bashk, librat e tij, fotografitë tona, kopshti që kishim mbjellë bashk, era e tij në çdo cep. Familja ime pas shumë vitesh u pajtua me mua. Babai erdhi një ditë pa thënë asgjë, ul pranë meje në obor dhe qau për herë të parë që unë mbaja mend. Dhe pastaj më tha: "Fal vajz, nuk e kuptova kurrë sa i lumtur ishe me të. Tani e shoh. Sot unë jam 42 vjeçe, jetoj ende në të shtëpi duke ruajtur kujtimin e tij, duke dashur atë dashuri që nuk vdiq kurrë. Kam punuar, kam udhëtuar, kam jetuar, por asnjëherë nuk kam dashur përsëri. Jo sepse nuk munda, por sepse nuk desha. Ai ishte dashuria ime e vetme dhe e madhe, e përjetshme. Ndonjëherë, në mbrëmjet e qeta, kur deti është i qetë dhe era fryn but, ulem në balkon dhe flas me të. I tregoj për ditën time, për lulet që kanë çelur, për zojt që vinë në kopësht dhe ndjej praninë e tij, atë ngrohtësinë që më mbushi zemrën për 10 vjet. Njerëzit më pyesin ndonjëherë: "Pse nuk u martove? Pse nuk ke fëmijë? Pse jetove gjithë ato vite me një burr shumë më të madh?" Unë nuk e shpjegoj më, vetëm buzëqesh dhe them, sepse unë pata fatin të dashuroja një herë të vetme, por aq fort sa më mjaftoi për gjithë jetën. Dashuria nuk njeh moshë, nuk njeh kohë, nuk njeh rregulla. Dashuria thjesht është, dhe unë pata fatin ta njoh, ta jetoj, ta ruaj përgjithmonë në zemër. Aleksandri më mësoi se dashuria e vërtet nuk matet me vite, por me momente, nuk matet me fjalë, por me ndjenja, nuk matet me atë që jep, por me atë që je gati të sakrifikosh. Dhe unë isha gati të sakrifikoja gjithçka dhe nuk u pendova kurrë.